Për largimin të saj të papritur nga Big Brother VIP Albania, emri e Egli Takos ka qenë në qendër të vëmendjes së publikut dhe mediave ros. Largimi i saj ka sjellë një sër teorish dhe spekulimesh, ndërsa shikuesit vazhdojnë të pyesin a do të rikthehet Egli në shtëpinë e famshme në Shqipëri. Modelja Sara Gjoka, një nga mikishat e Eglit, ka ndarë disa mendime lidhur me këtë çështje gjatë një interviste në emisionin Live from Tirana. Ajo theksoi se ka dëgjuar shumë teori edhe asaj çfarë po ndodh me Eglin pas largimit të saj nga formati. Thashë theme kam dëgjuar pafund që thonë se është në gjendje shumë të keqe, madje edhe në spital për shkak të problemeve mendore. Por ka edhe teori që sugjerojnë se Egli nuk ka dalë fare nga shtëpia e Big Brotherit, dhe ndoshta kjo është thjesht një strategji e produksionit, pra mund të jetë izoluar diku dhe të rikthehet në një moment të dytë, u shpreh Sara. Sipas saj, një rikthim i Eglit në lojë duket pak i mundshëm për shkak të gjendjes së saj emocionale, por gjithçka mbetet e hapur deri në njoftim zyrtar nga produksioni i Big Brother VIP.